Përshëndetje miq të dashur. Edhe që ta ndëgjova nga PDK-ja. Me të vërtet miq, nuk e di çfarë deputet apo çfarë fonca, po çfarë gazetar ka PDK-ja. Po miq, shkojmë të ndëgjojmë vallajle, të diskutojmë së bashku. Që më bë diçka, se si rregullon absolutisht. Unë kam malltin me veti, nuk tuta hiç. Unë kam të zonë ashtu. Tash ti je kam bra, për shkon le. Unë kam malltin me veti, unë kam 2 gra, si tuta kërkojnë hiç. Çka do më thonë ky fjalim me gazetarin, po çfarë arsye? Miq, s'u kuptoj. Ku është din Allah ile shumë në SMS. Shkojmë? Që vetë me mojtë alti se dhe dikush ta shkoj ngujnë për po, që tash. Vetë që e di që kumlet me ty. Kul. Qëre mirë, qëre. Qëre mirë, qëre. Ku jena na Kosovë, ku jena? Jo, nuk je Kosovë, po je Drenica. Ku ka Drenica më ishte dashur? Po është zotë edhe më tregu kush. Nuk ka Kosovë Drenica ku? Opa, Drenica, ka jashtë Kosovës. Po dhe ka me natë qitë edhe me pasaport me Drenicë, po më doket. Si mas mendimit këti në fjalla. Po të kazej që je Drenicë, edhe mos kujto se je i kërqilë, që je që tu, edhe bërë nga ki ka shuj shpia të bojnë të lash. Që ta shka të thejë. Po të kazej që shmundet me dalë, mëse tu jo, se i del po. Jo, vish pa kalzona bi kujt e lashe. E kuj? Aj ku në e me dhe s'ta e niva, por. Miq, qa me thonë bre? Sen. Veç, natën e mire bafshe, ju dua fort, e mire pafshe vizeradës. Opozit, a keni edhe jaltia jo? Në runa zë.